Sa më shumë që afrohet ndeshja Serbi-Shqipëria, aq më në siklet ndodhen serbët. Shqipëria është e frikshme për serbët, sidomos me futbollistët nga Kosova. Media serbe Vecer Njënovosti, sateliti i kuzhinës së Aleksandr Vučićit, ka shkruar për lojtarin i cili ka luajtur në Kosovë. Ata i referohen Nazmi Gripshit për shkak se disa vite ka luajtur për kampionin e Kosovës. Shqiptarët me përforcim të papritur, heroi i Kosovës sulmon Serbin në Leskovc, është titulli i mediave serbe. Para ndeshjes me Serbin, që luhet të shtunën në orën 20:45, Federata Shqiptare e Futbollit konfirmoi se Adrian Ismaili, lojtari i ekipit të parë të Torinos, dhe Adrion Pajaziti, lojtari i Hajdukut nga Spliti, nuk do të luajnë për shkak të lëndimeve, dhe Nazmi Gripshi, 28 vjeçar, tashmë i është bashkuar ekipit. Për shkak të dy mungesave, trajneri Silvinjo ftoi lojtarin Nazmi Gripshi, i cili luan në Kazakistan me Astanën, për t'u bashkuar ekipit kuqezi. Gripshi nuk ka luajtur asnjë ndeshje për ekipin kombëtar, as për të rinj dhe as për të rriturit e vendit të tij. Para se të transferohej në Kazakistan, Gripshi luajti për Ballkanin për 4 sezone, ku fitoi 3 titull kampioni dhe luajti 2 herë në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës. Ai ishte gjithashtu një nga golashënuesit dhe lojtarët më të mirë të kampionatit të Kosovës, ka shkruar mes të tjerash media serbe. Nazmi Gripshi, edhe pse mori për herë të parë tashmë ftesën e kombëtares, është ndjekur prej kohësh nga trajneri Silvinjo. Paraqitja e ish lojtarit të Skënderbeut në Kazakistan me Astanën është e jashtëzakonshme, sidomos këtë sezon. Në 24 ndeshje të zhvilluara, ai ka arritur të shënojë 15 gola dhe të dhuroj 6 asiste. Statistika këto që tregojnë se Gripshi është mjaft produktiv para portës dhe që premton shumë edhe për duelin me Serbin nëse do të jidhet në fushë nga Silvinjo. Ai tashmë është një nga më të mirët e kombëtares shqiptare dhe këtë e thon shifrat, madje nëse e krahasoj me futbollistët e tjerë në repartin e sulmit, Gripshi ka shënuar dhe asistuar sa të gjithë futbollistët e tjerë të kombëtares. Kjo pasi Myrto Uzuni ka shënuar 6 gola dhe ka asistuar 3 herë në kampionatin MLS në këtë sezon, ndërkohë Reimanaj në 5 ndeshje ka shënuar vetëm 1 gol në kampionat me Sharja FC. Sa kaq, Mirlin Daku në 11 ndeshjet e Krubini Kazanit ka gjetur rrugën e rjetës 8 herë dhe ka asistuar 1 herë. Nga krau tjetër, Armando Broja deri më tani nuk ka gjetur rrugën e rjetës me Burnley, duke luajtur 3 ndeshje në Premier League. Kështu nëse mbledhim së bashku golat dhe asistet e shënuara nga Uzuni, Manaj, Daku dhe Broja, shkojmë në kuotën e 15 golave dhe 4 asisteve, ndërkohë Nazmi Gripshi vetëm ka kontribuar me 15 gola dhe 6 asiste te ekipi i tij Astanës.